Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Sot do të flasim për temperaturën tek fëmijët. Rritja e temperaturës së trupit si tek një fëmijë, ashtu edhe tek një i rritur ndodh për arsye të ndryshme, si për shembull infeksioni bakterial ose viral, reaksioni alergjik, çrregullimet hormonale, sëmundjet autoimune, aktiviteti i tepruar fizik, ekspozimi i tepërt në diell e tjerë. Substancat që shkaktojnë rritjen e temperaturës së trupit quhen pirogjene. Ato mund të ndodhin brenda ose jashtë trupit, për shembull mikroorganizmat. Së pari, ne si prindër duhet që kontrollojmë sakt temperaturën e trupit. Temperatura e lartë kryesisht nuk është e rrezikshme, por mund të jetë e rrezikshme sëmundja që ka shkaktuar këtë temperaturë. I rëndësishëm është vëzhgimi i mirë i fëmijës duke i kushtuar një vëmendje sjelljeve të tij, aktiviteteve të tij, oreksit, çrregullimeve të gjumit, frymëmarrjes, kolliqjeve, të vjedhurave dhe jashtëqitjes. Gjithashtu, hekim batanijet dhe rrobat e ngrohta nga fëmia dhe i jepmi lëndje të mjaftueshme për të pirë dhe nëse vjedh, i ofrojmë disa herë lëndje dhe i lëmë që të pi me gllënka. Ula e temperaturës së dhomës 20 deri 22 gradë Celsius dhe ajrosja e saj. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që nëse vërejmë se temperatura e fëmijës është mbi 39 apo 40 gradë Celsius, atëherë duhet të reagojmë dhe të ofrojmë freski të trupit të tij me kompresa ose me banjë uji. Fillimisht uji duhet të jetë në temperaturë 38 gradë dhe më pas duke kushtuar ujë të ftohtë të arrijmë deri në 32 gradë Celsius në 5 minuta. Në vend të banjës mund të zhveshim fëmijën dhe ta mbështjellim me një çarshaf që më parë kemi lagur me një ujë të vakët. Po ashtu procedura mund të përsëritet 2 deri 3 herë. Në vend që ta mbështjellim të gjithë fëmijën në një çarshaf, mund po ashtu ta mbulojmë vetëm ballin, duart dhe këmbët me kompresa të lagura. Nëse është e nevojshme, mund të jepni edhe ilaçe për uljen e temperaturës që njihen me emrin antipiretik. Tek shfaqja e temperaturës ekzistojnë dy faza. Faza e parë, trupi përpiqet të arrisë temperaturën e tij duke ngritur një lartësi e pikës termostatike. Fëmia ndjen ftohje, dridhje, është i zbet, ka gjymtyrë të ftohta dhe zakonisht ndjehet keq. Kurse në fazën e dytë, kur arrihet kjo temperaturë termostatike, fëmia ndihet më mirë, ai nuk është i ftohtë, por është i kuq në fytyrë, lëkura është e nxehtë. Pastaj, masim temperaturën e trupit të tij. Është gjithashtu e rëndësishme që të matet temperatura e trupit pas një pushimi. Çdo përpjekje apo lëvizje e fëmijës mund të rritë temperaturën e trupit. Të paktën 2 orë pas ngrënies, fëmia para maçet nuk duhet të pijë pije të ngrohta. Zakonisht matet në sqetull, por mund të matet edhe në gojë dhe në vrimën anale. Vlerat normale variojnë 36.2 deri 37.2 gradë Celsius. Temperatura e matur në prapanicë, në gojë apo në vesh, për të paktën 0.2 deri 1 gradë Celsius është më e lartë se temperatura e matur në sqetull. Nëse vërejmë se fëmia ka kaluar temperaturën mbi 39 gradë Celsius, duhet të telefononi ose vizitoni mjekun pa vonesë. Ose nuk reagon ndaj thirrjeve tuaj, nëse ka fëmia konvulsione, gulçon apo bëhet blu dhe nuk mund të marrë frymë. E njëjta gjë vlen nëse fëmia shfaq shenja dehidrimi ose ka skuqje. Po ashtu rekomandojmë ekzaminimin nga mjeku nëse temperatura e trupit të fëmijës rritet me të dridhura të ashpra. Nëse fëmia është më pak se 3 muajsh dhe ka temperaturën mbi 38 gradë Celsius, ai gjithashtu duhet të ekzaminohet tek mjeku sepse në këtë moshë foshnja rrallë përgjigjet infeksionit me temperaturë. Konsultimi me mjekun rekomandohet gjithashtu për fëmijët të gjitha moshave me temperaturën që kalon 40 gradë Celsius. Si rregull, shumica e tyre kalojnë në tërë kohën infeksione virale jo të rrezikshme që nuk kërkojnë trajtim shtesë. Gjithashtu fëmia duhet të vizitohet nga mjeku nëse temperatura pas rënjes dhe përmirësimit ngrihet sërish në vlera të larta. Në këtë rast, është kryesisht një komplikim që mund të vlerësohet dhe zgjidhet vetëm nga një mjek. Duhet të telefononi menjëherë mjekun nëse fëmia juaj ka temperaturë. Mjeku do ta ekzaminojë me kujdes fëmijën dhe do të pyes për simptomat shoqëruese. Në bazë të kontrollit, ai do të udhëzojë fëmijën për një analizë laboratorike të gjakut dhe urinës, e rrallë herë edhe radiografi. Nëse fëmia është në rrezik serioz, po ashtu do të udhëzohet për në spital. Në vitet e para të jetës së fëmijës, 80 deri 90% e infeksioneve janë me origjinë virale. Sëmundjet virale janë ftohja, gripi, infeksioni respirator akut,
i pjesëve të sipërme ose traktit të poshtë të primaris, gastroenterokoliti, meningjiti viral, sëmundjet infektive të fëmijërisë, varicela, rubeola, fruthi e tjera, kurse sëmundjet bakteriale janë sinoziti, angina, broktiti, pneumonia, inflamacioni fshigzës, inflamacioni i veshkave, meningjiti bakterial, inflamacioni i veshit të mesëm, inflamacioni i zorës qore e disa sëmundje tjera. Çka trajtimi gjatë kohës kur fëmia ka temperaturë? Kërkohet marrja adekuate e lëngjeve, është e nevojshme pak më shumë lëngje, domethënë një temperaturë për 39 gradë Celsius, atëherë rritet vlera e lëngjeve për 12%. Nëse fëmia ushqehet më pak, rekomandohet qumshti ose pijet që përmbajnë sheqer. Në rast të diaresë dhe të vgjellëve, nevoja për lëngje rritet edhe më shumë. Për ushqime të lehta, të shijshme sipas dëshirës së fëmijës. Vaktet më të vogla dhe më të shpeshta në ditë. Shmangja e sportimit fizik, fëmia duhet të vishë me rroba të lehta pambuku dhe të mbulohet me një batanie pambuku sepse kështu lirojnë më lehtë nxehtësinë e trupit. Kurse temperatura e dhomës duhet të jetë 20 deri në 22 gradë Celsius. Një fëmijë po ashtu ka nevojë për një siguri, të cilën më së miri ofrojnë prindërit e kujdesshëm. Ilaçet për uljen e temperaturës antipiretik duhet të përdoren vetëm nëse është absolutisht e nevojshme, sepse simptomat shkaktojnë parati të konsiderueshme, dhimbje muskulore, dhimbje koke, vgjellje, lodhje. Rekomandohet të shmangen përdorimi i vazhdueshëm i antipiretikëve me përjashtim të fëmijëve që janë të prirur për konvulsione febrile ose kanë një sëmundje të rëndë themelore, sëmundje të rëndë zemrës, mushkrive ose veshkave. Deri në moshën 3 muajsh duhet shmangemi antipiretikët për shkak të pjekurisë së dobët të mëlçisë, e cila mund të çojë në mbidozë të ilaçit në trup dhe kështu rrit toksicitetin e tij. Bari apo ilaçi kryesor është paracetamolli. Fëmijët e tolerojnë mirë, nuk i rrit shanset të gjakderës, alergjisë ndaj tij janë të rralla dhe ul mirë temperaturët. Banat mund të jenë në formë supozitorieve, lëngjesh dhe tabletash. Po ashtu ibuprofeni është i përshtatshëm si antipiretik të fëmijët, por vetëm kur efekti i paracetamolit është i dobët. Acetilsalicylik apo aspirina nuk duhet të përdoret tek fëmijët për shkak të efekteve të padëshiruara, acarim të stomakut, tendencë për gjakderdhje, vgjellje, reaksione alergjike të herpaseshme e tjera. Antibiotikët, banat që trajtojnë vetëm sëmundjet bakteriale, mund të përshkruhen vetëm nga mjeku që ka ekzaminuar fëmijën tuaj. Antibiotikët duhet të merren vetëm sipas udhëzimeve të mjekut dhe kur vetë dhe nëse është fëmia më mirë. Asnjëherë mos i jepni fëmijës suaj ilaçe të mbetura nga një trajtim i mëparshëm, sepse mund t'i bëni më shumë dëm se sa mirë fëmijës. Shumica e gjendjeve febrile mund të trajtohet në ambulancë, por fëmia juaj gjithashtu mund të ketë nevojë të shkojë në spital. Nëse shkaku i temperaturës është një sëmundje virale, temperatura mund të ketë dy kulme, e para është në ditën e 2 dhe të 3 dhe të tjerat në ditën e 5 dhe të 6. Atëherë temperatura duhet të ulet. E ulin temperaturët siç treguam më lart. Në vizitë e dytë rekomandohet në ditën e 4 ose në ditën e 5 kur temperaturat nuk shfaq ulje dhe nëse simptomat shoqëruese të infeksionit rriten. Pasi një infeksioni viral mund të jetë një pararendës i një infeksioni bakterial. Nëse shkaku i temperaturës është inflamacion bakterial, mjeku juaj duhet të përshkruajë ose do të përshkruajë antibiotik. Me shumë mundësi do të udhëzonte fëmijën për një kontroll. Pas marrjes antibiotikut, temperatura duhet të ulet, por mund të jetë ende e pranishëm brenda 24 orëve, por ndryshe do të jetë i nevojshëm një ekzaminim paraprak nga një mjek. Sëmundjet infektive në fëmijëri mund të parandalohen plotësisht, por numri i tyre mund të jetë në zvogëlim me kujdesin e prindërve, e në veçanti fëmijët më të vegjël që hyjnë për herë të parë në grupin e fëmijëve, në qerdhe, në kopshte, grupe të tjera fëmijësh me kujdesin e edukatorëve. Mund ta përgatisim pjesërisht fëmijën duke ndihmuar të kapërcejë stresin pas ndarjes nga ëma sa për të shkuar në kopsht. Parandalimi dhe zvogëlimi i sëmundjeve infektive tek fëmijët është edhe duke i ofruar sa më shumë fruta, perime, vitamina dhe kujdes e dashuri prindërore, ku mund të përfshin edhe suplemente të ndryshme ushqimore në dietë për të rritur rezistencën, të cilat janë të disponueshme në farmaci dhe dyqane të specializuara. Ju faleminderit për vëmendjen.